Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka dhënë leje për një sipërfaqe prej 29.300 hektar kanabis, duke manipuluar zgjedhjet parlamentare të 11 majit në konferencën me mediat, ku publikoi investigimin e gazetarit Armand Mao, në të cilin zbuloi VKM-ja që hapi rrugë licencave të kanabisit. Berisha deklaroi se kjo skem korruptive me vlerë 10 miliardë euro është në shkeljet e ligjit dhe të gjitha konventave ndërkombëtare. Në farsën elektorale të 11 maj 2025, kreu i organizacë kriminale të narkoshtetit shqiptare Edi Rama përdori të gjitha mjetet ndër të cilat licencat për mbjelljen në kundërshtim flagrant me ligjin dhe të gjitha konventat ndërkombëtare të 29.300 hektarëve drogë. Në vit elektoral, Edi Rama rrethoi Shqipërinë në të katër anët e saj dhe në thellësi me plantacione droge shkojnë në një vlerë të paktën 10 miliard euro. Berisha deklaroi se lejet për të mbjellë 1.300.000 rrën kanabis i kanë marrë persona të lidhur me Edi Ramën. Licencë kush përveç njerëzve të lidhur me drogën dhe Ramën nuk merr. Aty s'ka pas një tender për marrjen e tyre. Problemi është se mbillen 1.300.000 rënj dhe unë e lash me të lirshëm 2 metër katror rënja. Se janë disa më të vogla se këta i kanë sofistikuar farna, tani kanë sjell farna 45 ditore, pra që e mbjellin 2 herë 3 herë gjatë vitit. Po kjo është një sasi e pandëgjuar kurrë ndonjëherë. Atë marrin të gjithë partia krimit, kush e merr? Janë plantacionet partisë krimit. Gazetari Armand Mao tregoi se zonat e miratura nga qeveria janë afër pikave kufitare, të cilat njihen për kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Kemi të bëjmë me një tejkalim të shifrës prej 200 hektar në masën prej 146 herë, sepse ligji përcakton qartë që nuk mund të jepet në rang vendi më shumë se 200 hektar. Që të gjitha këto sipërfaqe që janë dhënë buzëllumeve, ku edhe densija e popullsisë është më e madhe. Pra dhe impakti elektoral në këto zona është më i madh. Glin, Peshkpi, Radat, Vraho Goranxhi, Kakavi, Bulo, Labov e Poshme, Labov në Bravisht. Të gjitha këto janë fshatra kufitare me Greqinë. Pra, domethënë, me pakta ti ke cënuar sigurinë kombëtare të një shteti fqi, duke miratuar komplet fushën e Dropullit nga fillimi në fund, bashkë me Lazaradin. Berisha komentoi edhe dosjen e IPARit, ku e akuzuar është ish-ministre e bujqësisë Frida Kripca, për të cilën theksoi se mbahet e bllokuar nga Edi Rama dhe drejtuesi i SPAK Altin Dumani.